Çdo avion që ngrihet merr me vete një ëndër shqiptare. E pash këtë pankartë dhe më goditi më fort se çdo slogan politik. Është treguesi i dhimbjes më të madhe të familjeve shqiptare. Sepse unë jam njëra prej atyre ëndrave që iku. E ika jo sepse nuk e doja Shqipërinë, por sepse Shqipëria nuk më dha mundësinë të ndërtoja jetën që ëndërroja. E kështu mora një valixhe, disa plane dhe shumë shpresë. E nisa rrugën drejt Gjermanisë si mijëra të tjerë të rinj përpara meje. Sot jetoj në një vend që më jep mundësi, por jo përkatësi. Këtu jam e huaj. Atje jam bërë e huaj. Dhe ndoshta kjo është plagë që vetëm emigrantët e kuptojnë. Të jetosh mes dy vendeve dhe mos të ndihesh plotësisht në shtëpi në asnjërin prej tyre. Këto ditë, ndërsa mijëra shqiptar po protestojnë, nuk mund të qëndroj indiferente, sepse kjo nuk është thjesht një protestë, është një thirrje e një brezi që nuk do të largohet më nga dëshpërimi. Është zëria atyre që duan të ndërtojnë jetën e tyre në vendin e vet. Dhe fakti që për këtë po flitet edhe për te kufive të Shqipërisë, tregon se kjo nuk është vetëm një çështje e brendshme. Kur një popull ngrihet për të kërkuar dinjitet, drejtësi dhe mundësi, bota e vëren, bota dëgjon. Kjo protestë është e rëndësishme për të gjithë ne, sepse nuk flet vetëm për të tashmen, flet për të ardhmen, për fëmijët që nuk duhet të rriten me idenë se rruga e vetme drejt një jete më të mirë është aeroporti. Sepse askush nuk duhet të jetë i detyruar të zgjedhë mes vendit që do dhe jetës që meriton. Dhe shpresa ime më e madhe është që një ditë avionët që ngrihen nga Shqipëria të mos marrin me vete ëndra që ikin, por njerëz që udhtojnë me dëshirë dhe kthehen me krenari në shtëpitë e tyre.